Përshëndetje të gjithë ju miq të televizionit Syri dhe gjithsesi ju adhurues të emisionit tashmë të njohur për të gjithë ju me Elditën. Ashtu siç ju kemi premtuar gjithmonë, përpiqemi të nxjerrim në pa tema dhe diskutime të cilat kanë të bëjnë me aktualitetin. Në baza ditore ka shumë vende ku shumë fëmijë kënaqen dhe krijojnë aktivitete nga më të ndryshmet. Në kuadër të kësaj dite, ne do të flasim për punën dhe projektet e hendikosi degës në Gjakov. Do të përpiqemi të mësojmë më shumë sepse vërtet në një shtëpi sado që duket e vogël nga jashtë, nga brenda ka shumë gjallëri. Ka jetë njerëzish të cilët kënaqen, punojnë, argëtohen, madje zhvillojnë edhe aktivitete jashtë objektit, duke kaluar edhe qytetin e Gjakovës vetëm për të kënaqur të gjithë anëtarët e kësaj qendre. Mirë po, ajo se çfarë bëhet aty, cilat janë projektet, cili është angazhimi i fundit, çfarë po punohet në të ardhmen, ne do të mësojmë përmes dy zonjave të ftuara në studio, dy gra punëtore të cilat çdo ditë tash sa kohë përpiqen t'i gëzojnë anëtarët e kësaj shtëpie. Mirëdita dhe mirë se erdhët. Me ne në studio është Brilanda Ballata, drejtorisht ekzekutive në Hendikos Gjakova. Mirë se erdhe. E shoqëruar nga Iliriana Luzha, koordinatore shërbimeve në Hendikos Gjakova. Mirë se erdhi. Kënaqësi me punu në një vend kur shef tyrat se si kënaqen, argëtohen, disponohen, ofrohen shërbime interesante, por në të njëjtën kohë gëzohet një kategori e personave, anëtarëve të cilët presin të gëzohen aty. Hendikos Gjakova tashmë ka dëshmuar veten me punën e saj tash e sa kohë dhe në secilën formë është munduar të gjejë mbështetje për personat e paraplegjikëve dhe paralizës së fëmijëve. Na folni më konkretisht çfarë po punohet aktualisht aty, Briland? Elit, na prej vitit 2000 kemi fillu me shërbime. Shërbimet tona janë të bazuar në rehabilitimin e personave me aftësi të kufizuar. Për momentin çdo vite kemi fillu të krijojmë programe të reja, të marrim programe të reja për personat me aftësi të kufizuar dhe tani jemi diku me 4 programe që jemi duke i ofruar për personat me aftësi të kufizuar. Programet përfshin rehabilitimin e bazuar në bashkësi, përfshin menaxhimin e rastit, përfshin programet e artit, programet kultur, programet e edukimit jo formal, ku ka ndër këto janë edhe aktivitete tjera që i ofrojmë në kuadër këtyre programeve. Për moment jemi me programet të rehabilitimit bazuar në bashkësi në qendër, po ashtu ofrojmë edhe shërbime në shtëpi për personat me aftësi të kufizuar. Janë të gjitha grupet, po jemi fokus të grupet 0 deri në 18 vjeç, po ashtu edhe tek adoleshentë dhe të rritë, ku kemi shumë programe të ngritjes dhe kapaciteteve, ofrimit të shërbimeve për t'i motivu, për t'i mbështet për aktivitetet që i marrin në komunitet dhe t'jenë të barabartë me gjithë personat. Sa është kënaqësi të punosh me ata persona të cilët krahas aktivitetit e duan edhe një buzëqeshje nga ju, e duan një angazhim shtesë, e duan një përkraje morale, që gjithë përfshirja me qenë pjesë e zbatueshmërisë të secilës punë që bëhet aty? Është një kënaqësi e veçantë, ku gjithë përfituesit, fëmijët dhe të rritnit me aftësi të kufizuar, të cilët vijnë shërbimet në qendrën tonë, po edhe në familje, gjithë kanë shprehen me lirshëm, i tregojnë nevojat edhe arsyet e veta, ku bashkërisht punojmë edhe me familjarët e tyre për gjithë përfshirjen e gjithë personave me aftësi të kufizuar në të gjitha fushat, të jenë të barabartë me gjithë persona të tjerë.
Si menaxhohet dita brenda qendrës? Sa është numri i antarëve të cilët i frekuentojnë atë? Cila është grup mosha? Ju e përmendët që fokusin e keni deri në 18 vjeç, por tu pas parasysh që kemi grup moshë të ndryshme, besa dhe prindrit janë ata të cilët duhet t'i shoqërojnë shpesh. Sa është një ditë dinamike brenda shtëpisë? Kemi aktivitetet shumëta, po normale, mbrana ditës, më me thonë që 40 persona të i përfshit fëmijët, personat më aftësit kufizune, po edhe prindrojt e tëre, po edhe qytetarë tjerë që marim që ofrojmë shërbime. Programet i kena të caktune me orar, gjitha aktivitetet, gjitha shërbimet që i ofrojmë. Dhe shërbimet individuale që i ofrojmë, si ato që janë fizioterapi, ergoterapi, shërbimet e logopedisë, komunikimit, janë shërbimet këshilla psikologjike, edukim jo formal, po ashtu edhe me grupet që punojmë terapi rehabilituese. Terapia individuale është me kozgjatje 45 minuta, varësisht edhe e caktojmë kohën e shërbimit prej aftësisë kufizune apo patologjisë që e ka. Me aktivitetet grupore, kryesisht punojnë 2 deri në 3 orë, ku janë aktivitete, kemi kriju edhe punëtori të vogla, ku krijojnë materiale apo produkte prej drunit, prej materialit, ku janë lampat, janë disa objekta apo rendi tjera që i punojnë prej drunit, janë edhe bajtëset e qelsave, jemi fokusu vetëm në 3-4 produkte, që me qëllim ato produkte të fillojmë të shesim të konsumus, apo të klientët, dhe ato fonde shkam ledhen ti realizojmë në aktivitetet të ndryshme jashtë qendrës. Dhe si është mirë pritur kjo nga ana atyre të cilët direkt do t'jenë të lidhur me punën, do t'i punojnë, do t'angazhohen, do shta ka angazhim shtesë. A është mirë pritur mirë nga ana antarëve? Krijimi i produkteve është mirë pritur shumë mirë nga ana gjithë antarëve, sepse gjithë antarët kanë shfaqë edhe aftësitë krijuese, kanë përdorur edhe imagjinatën, edhe kur të finalizohet një produkt është një kënaqësi e veçantë, e cila është niset edhe prej fillimit deri në përfundim, është realizimi tënë, është një kënaqësi tepër veçantë. Ne janë vlerësuar që përkrijojnë diçka edhe që pikardzojnë aftësitë tona edhe që kanë aftësi në shumë fusha. E bëjnë mundime social, të socializun, se edhe thjesht më produktiv me veten, me siguri. Dhe kjo është qëllimi i punëtorive, këto në punëtorive që përveç që i punojnë ato, po është edhe rehabilituese për ta. është rehabilituese se ka komunikim, ka socializim, se i shpeshher edhe të shumta janë aktivitete që realizojmë jo vetëm me fëmijët tona, po me personat me aftësi të kufizune, po bashkëpunojmë edhe me shkollat, bashkëpunojmë edhe me qerdhat, edhe me grupe tjera të komunitetit, për një qëllim që t'jenë ma gjithë përfshirës fëmijët me aftësi të kufizune, personat me aftësi të kufizune, dhe t'jenë ma të socializuar, si që thati. Mendoj që kemi arrit deri tash, dhe është një numër shumë i madh që i ofrojmë shërbime direkt. Përfitus. Për momentin janë dikoj 150 që jemi të ofru, janë shërbime të shumë feshta, po mujmë me thonë që mrena mujit diku deri në 400-500 personave i ofrojmë shërbime. Ne i ofrojmë shërbime edhe qytetarëve që s'janë me aftësi të kufizuar tek mjetet asistuese, mjetet asistuese janë mjetet ortopedike, për shembull patericat, kugzat, ku kanë nevojë personat që janë të lënduar përkohësisht, i japim në shërbim përkohësisht deri Shërbimi është falas apo është? Falas. Gjitha shërbimet i kemi falas deri më tash. Gjitha shërbimet janë falas. Sa gjithmonë është mirë që
krahas punës suaj edhe prindrit të jenë të involvuar në mënyrë që me siguri duhet t'i sjellin aty, t'i marrin orarin e caktuar, të vazhdojnë ndonjë detyrë shtesë edhe në shtëpi. Sa keni arritur të keni një bashkëpunim të mirë me secilin prind i cili e beson, ju beson punës suaj dhe e sjell fëmijën aty? Takimet me prind janë të rregullta, janë takime individuale dhe grupore, ku prindit përfitojnë ngritje të vetdijes, ngritje përmes sesioneve të ndryshme informuese, po trekonshi prind, fëmijë dhe rehabilitues funksionon shumë mirë, ku ato këshilla të cilat na ja referojmë prindit duhet t'i zbaton në shtëpi, edhe të arrihet qëllimi i objektives edhe realizimi i aktiviteteve. Bashkëpunimi është shumë i ngushtë, ku gjithë prind janë socializuar edhe mes veti, se mohen edhe takime të rregullta grupore mes prindëve, ku arrihet edhe shkëmbimi i përvojave, ndarja e përvojës mes prindit, edhe arrihet një rezultat shumë i mirë, ku gjithë prind që në raste të reja, sidomos raste të reja që lajmërohen, mundohen që edhe prindërit që kanë qenë edhe më herët të socializojnë edhe të integrojnë mesin e tyre. Si çka mund të konsiderohet sukses për një antar të hendikosit? Sa kohë i duhet me u konsideru për jush se ka arrit me evolu për të mirë në një detyrë, në një angazhim, ose a është kjo i vazhdueshëm? Varësisht prej rastit apo prej aftësisë kufizuar që e kanë. Po shpeshherë rastet që i identifikojnë apo që paraqiten, nuk kanë njëri për aftësinë e kufizuar. Edhe momentin që takimin e parë që i kemi me rastin, ne mblidhem gjithë ekipi multidisciplinar, ku i vlerësojmë nevojat dhe i caktojmë objektivat apo i caktojmë planin e veprimit për atë person që shka ka nevojë. Qoftë ajo, po më të shumtë ne kemi ato që me njerë fillojmë me ofrimin e shërbimeve, po është edhe kjo qasja e prindve apo personave me aftësi të kufizuar, ne ju thojmë grupi prindve vetë për krahas, apo grupi i personave me aftësi të kufizuar vetë për krahas. I marrim për këti grupi janë personat apo prind që janë disa vjetë që marrin shërbime në ndikose dhe janë grupa avukuse ku kanë njohuri të shumta edhe për shërbimet tona, po edhe shërbime që ofrohen në komunitet, po edhe për aftësinë e kufizuar. Edhe me njëherë i caktojmë takimet ku e mbështesim familjen, e mbështesim moralisht, mas partis, ka shumë raste që janë, si me thonë, janë pa njohuri, pa dije, janë shqetësuar për të ardhmen e fëmijëve tëna apo për aftësinë e kufizuar, vetëm për personin me aftësi të kufizuar. Edhe kjo qasje me njëherë edhe prej ekipit, përmendoj që mrena 1 muaj, 2 muaj na veç arrijim atë rezultatet e para që i caktojmë. Cilat janë veçantita atyre fëmijëve të cilët vinë aty 2 herë, 3 herë në javë? Cilat janë specifikat që i bëjnë me undi mirë ata aty? I shprehin, kanë dëshirë t'i tregojnë, kanë ndonjë veçanti që duan më shumë nga ju? Gjithë përfitues që vinë janë shumë bashkëpunues, socializohen tepër mes veti, bashkëpunojnë shumë edhe me rrethin. Kohëve të fundit kanë filluar shumica përfituesve dalin edhe vetë nga shtëpia, edhe socializohen njëri me tjetrin edhe për pas aktiviteteve dhe shërbimeve që i marrë edhe jashtë, ku është kjo edhe një arritur shumë e madhe, sidomos edhe pas ndikimit pandemisë COVID-19, ku dijem që shumica ma tepër, jo shumica, po gjithë kemi qenë të mbyllur, kanë filluar dalin edhe socializohen tepër mes veti. Po në rastet kur
duan të bëjnë një detyrë kundrejt një detyre tjetër, e aftësia pak ja u kufizon atë. Çfarë bëni në këto raste? Si dini ti ndani, t'ju jepni dikuj më të lehtë një detyrë, dikuj një angazhim tjetër shtesë, sepse janë të ndjeshëm edhe mund të ndihen keq, njeriu gjithmonë kërkon nga vetja më shumë. Atëherë çdo aktivitet që planifikohet, gjatë planifikimit të aktivitetit bëhet edhe adaptimi i aktivitetit, se në ato çfarë mujnë me arrit sukses, edhe për secilin aktivitet, atëherë kur të ndohen detyrat, secilit i ndohet detyra dhe roli që ka mi bo gjatë zhvillimit të aktivitetit. Shikohet edhe rrezikshmëria që mundet më ndodhe në aktivitet. Për secilin aktivitet që e planifikojmë i realizu, spakunia përpara bëhet identifikimi i vendit, qasja nëse ka rrezik për shembull është nxehtë, i duhet caktojmë çka duhet kemi me veti. Në rast se edhe bashkëpunimi në mes veti, ku i caktojmë edhe vetë fëmijëve apo vetë adoleshentëve apo trive, personave me aftësi të kufizuara, kujdesin e njëri tjetrit dhe me të vërtet funksionan. Janë shumë ndodh që shpeshherë janë edhe më të kujdesshëm se sa na vetë stafi, edhe pse me thonë që na jemi tepër të kujdesshëm në aftësinë edhe sidomos në realizimin e aktiviteteve. Po ka bashkëpunim shumë të mirë edhe kujdesen ndaj njëri tjetrit. Kur jemi te gjinia dhe te mosha, a janë të përshtatshëm në bashkëpunim kur merret një moshë caktuar, pastaj edhe gjinia, sepse shtunë përditshmëri shpesh vajzat përshtaten me vajzat, djemt përshtaten me djemt në aktivitete, ndodh nganjëherë. A është ndoshta një problem që del rrugës apo jo, nuk ju rastis? Po, mu me thonë, ajo mosha e adoleshentës është ma kritikja, që të na del vështirësi, sidomos në planifikim, që e planifikojmë, e bojmë objektivat për aktivitete dhe për personin me aftësi të kufizuara. Te mosha adoleshencës gjithmonë ndodh me pas vështirësi, po edhe ka ndodhur që edhe është tërheq adoleshenti prej aktiviteteve me ato komplekse të tyre, si gjithë trit që janë edhe si gjithë adoleshentë. Po prapë me aktivitetet tona. Çfarë duhet se ndoshta ai tërheqet prej vetës, nuk ndihet mirë, në anën tjetër prindi mund të ndihet inferior, nuk arrin me kuptu sa duhet që vetë antari nuk ka dashur mu involvu në këtë projekt, këtë lojë ose diçka tjetër. Shpunojmë me prindin, po. Jo vetëm me prindin, po me familjen, po edhe me komunitetin që rrethon. Kemi psikologën, ku jep këshilla për familjen, jep këshilla për rrethin që mi mbështet edhe mi pas një trekanç, si që talona parës, po këtë trekanç është pakës ma i gjonë në këtë aspekt. Unë e pash një punë shumë të mirë, krahas shumë punëve tjera që bëni aty, krijimin e grupit të valltarëve, që më bëri të ndihem mirë kur e pash një atmosferë aq të bukur, aq ngazëlluese brenda shtëpisë ndikos. Do ta ndjekim materialin e pastaj do të flasim më gjërësisht për ecurinë e këtij grupi edhe për planet që mendon t'i ketë grupi i valltarëve. Ndjekim materialin e realizuar nga ekipi i emisionit tonë dhe rikthehemi sërish në studio. Dhjetra fëmijë në baza ditore marrin shërbime nga shoqata Hendikos Gjakova, misioni së cilës është të çojë përpara realizimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara. Duke qenë në shërbim të programit për rehabilitim të bazuar në bashkësi, antarët të këtushëm zhvillojnë aktivitete të ndryshme,
duke u përpjekur të avancojnë sa më shumë në realizimin e të drejtave të këtyre personave. Së fundmi, një pjesë e tyre kanë marrë pjesë edhe në festivalin e këngëve dhe vallëve në Suharek, ku nikoqirët kanë nderuar mjaftueshëm grupin e Gjakovës, duke ju besuar të bëjnë hapjen e festivalit. Duartrokitjet dhe mikpritja ngrohtë i ka bërë këta fëmijë të ndjehen shumë mirë me performancën e tyre. Kalu mirë? Mirë. A të kanë duartrokit? Po. Edhe a jeni mirë ti kur të kanë duartrokit? Po. Personalisht, ka pëlluar kërëm këthy mirë me shoqet, jam të naqë, ka bërë aktivitete me shkopa, dhe këna bërë asë festivalin Suharek, si kina këtyre. Na shtrua edhe ushtrimi, qendresa, erza, edhe i na bëhet tja festivalin e Suharek, ku ta këtë rikë shuplon nga na bëhet zema malë. Ki qef muzikë popullore a argëtuse? Popullore, ma shpëlqen ma shumë ti. Unë ditën e kaloj këto shumë bukur, e kom në vetën në rahat këto, ku jam marrë ditën e parë, jam gëzu e kom në vetën ka tjetër. A vjen për çdo tjetë? Po, çdo martë vje dhe çdo të jetën. Pak zarë, dikur e kom nisë ma tërë me në vetën ma letë, ma mirë, kër në shku shrek, e kom në vetën ka tjetër ndryshe, e kom në vetën shumë krenare, atë qëtë edhe kanë duartrokit për të. Secili prej tyre ka dëshirë që së bashku me mësuesit të realizojnë edhe aktivitete tjera, të cilat do t'i bëjnë të ndihen mirë. Kanë qeve dhe valla tjera me mësu. Kalova mia è shumë muzika. Shumë mirë. Kur ki këty, a je knaq? Po ma shumë duhet e punu. Bravo. Po kapak, a mirë puna. Puna për duhet e punu shumë. Unë për muzikë, për kostimin. Sa mirë. Shumë mirë. A din me këty ti? Po ma po. Shumë mirë? Po. Qa ki qef me kënu? E me këty, qëfar muzike? Popullore, argëtusa, shka të pëlqen? Për palloja. Cila këngë të pëlqen? Të dyja. Unë të kaqë, Po? e munat, muzika të kam, e munat, unë e sy shumë, e përsen që hek, ma që hek e më sy, e kam edhe të dese, lana, bleta. Aktiviteti i tyre nuk mbaron këtu, sepse shumica janë të angazhuar edhe në aktivitete shtesë, me qëllim që ditën ta mbushin me laramani punësh dhe në fund të ditës të marrin falenderimet dhe mirënjohjet për punën e bërë. Në gjyrate, në përimit, në mute, në përkope, në kope të setët, kam në kom, në shokë kam, atë me pikope, pisoj, qësat. Unë e më fërsej, u vinë ata më shtëritë, që në të përpasës, ja shikime, ja loja të që vojnë, shumë puna mu shumë mi pëlqen. Nga të pidë 10, dhe në 10, 3, 4, 5 ori, dhe në 6, ma shumë, me 5. Edhe knaqësha të kur ishe të punu? Po. A ki qef më bo punëtore? Po. A është mirë më konë qikë punëtore? Po. Po. Unë të me zekë përnaj, me bë bëdhurën, me sinje, me bë mëzurën, me bë fajete. Pëlqen? Po, shumë. Do këtë zorë? Ja, heq. Unë kam e rri. E, që shi bën fëta? A zërat? Ja, me pak, me se, me paka, me furë, qëtë. Cila në gjyrë të pëlqen? Kuqë më shumë të vëcen. Unë jam një që më këtura dhe gjëllëtora të punoj, atë shka të më thotë ma diçka, i një maj mame se më thotë me e diçka qëto në një maj ma shumë, puni një maj babit ka pak, lajen, e pastroj, A për knaqësh ku për punoj? po edhe në nive shumë ahate, në nive shumë mirë atë, edhe knasë na shumë. Puni kom punë të shpis, mame të të lumë më përdet, Shumë bukur. për u t'jesha i kom qef. E në komunë qka ki punu? Kopje, kom të zërë një kopje, kom punu, A tu ga do mirë? shumë bukur, E i knaqë? shumë, në mija vetë. A te do më shku, bravo, shumë mirë.
Unë pa thame puna është shumë i kalu pa shluë kajt. Të qëndrosh brenda shtëpisë Hendikos në Gjakov, të duket sikur minutat kalojnë shumë shpejt. Disa prej tyre janë të angazhuar në grupin e fotografisë, disa të tjerë në grupin e rregullimit të serës, e disa të tjerë kanë pasion pikturën. Por ekipi ynë kësaj radhe ju dedikoi hapësirë valltarëve të rinj në këtë qendër. Kjo performancë na bën të kuptojmë se mentorët të këtushëm angazhohen maksimalisht për të siguruar kënaqësi dhe dashuri në secilën pjesë të ditës, për antarët që ju besojnë shërbimeve të shoqatës Hendikos në Gjakov. Unë ju dua shumë, ju uroj suksese dhe ju përqafoj. Hajde një duar trokitje të gjithë. Kemi ndjekur një material shumë interesante dhe të bukur nga shtëpia Hendikos në Gjakov, por ju që jeni inkuadruar paksa me vonesë, ju rikujtojmë se jemi duke bashkëbiseduar me Ilirianën dhe Brilandën në lidhje me aktivitetet që bëhen me antarët e shoqatës Hendikos. Ne e patëm përpara vetëm në material grupin e vallëzimit. Jemi të vetëdijshëm se brenda punës suaj keni edhe shumë
grupe tjera të cilat funksionojnë. Para se dalim Ilirian pikrisht te grupi i vallëzimit, na fol pak për grupe tjera që veprojnë aty. Po, Ildita, na I kemi disa grupe, ka pjesa kulturës, është grupi I fotografisëve, është grupi I piktorëve, po ashtu edhe janë grupet që krijojnë produkte artizanale që folëm pak më herët, që janë grupet punëtoritë e vogla, edhe është grupi I trive që kujdesen për kopshtin apo edhe për serën akvaponik, ku krijojnë, shikojnë produktet edhe I mirëmbajnë produktet, ku janë bio ato produkte, po ato produkte I konsumojmë, edhe janë si aktivitet për pavarësimin jetësor për personat me aftësi të kufizune, ku I shtim vetë në kuzhinën që kemi në qendrën tonë, I shtim që të përgatisin ushqimet, përgatisin kafen, çajin, edhe kjo është qëllimi që ata të pavarësohen. Po, normal, ajo është edhe përkujdesja jonë që duhet pakes, edhe mi japë këshilla. Kjo është qëllimi që në shpejt vazhdojnë të jenë pambarën, edhe komunitet të jenë pambarën. Domethënë ata kanë fillu me zbulu ato aftësitë e tyre, dikush në pikturë, dikush në fotografi, dikush në serë, dikush në kuzhinë, që gradualisht edhe këto detyra u lehtësojnë edhe përditshmërinë e tyre në familje, apo? Sepse jo të gjithë mund t'i kenë prindrit në shtëpi gjatë gjithë kohës, në mënyrë që të bëhen pavarur pikërisht edhe nga ana e kuzhinës, apo? Kjo është qëllimi I programit të rehabilitimit bazuar në bashkësi. Se kemi disa programe për të rehabilitu personat me aftësi të kufizuar, që t'jenë pamvarur në lëvizje, t'jenë pamvarur për jetesë dhe t'jenë pamvarur për marrjen e shërbimeve në komunitet. Kjo gjitha është e pamundur më realizu pa bashkëpunimin institucionave, komunitetit, aktiviteteve, po ashtu edhe normal shërbime që ofrojmë na në qendër. Si grupe tjera kemi edhe grupet sportive, ku është grupi I basketit në Karroca, para 2 viteve kemi kriju edhe grupin e personave me aftësi të kufizuar të peshkimit. Jemi të shiku që edhe ta formojmë edhe grupin e notit të personave me aftësi të kufizuar, edhe aktiviteteve apo sporteve tjera. Na fol pak Ilirian për grupin e vallëzimit. Sa bukur u pa, edhe sa me dashuri flisni dhe për performancën e tyre në hapjen e festivalit në Suareka, po? Po, do më thënë, ishte një eksperiencë jashtëzakonshme për ta, me plot dashuri flisnin për atë performancë. Si a dollët të krijoni një vallëzim kaq të bukur? Grupi I vallëzimit është kriju që një kohë gjatë, ndërsa për vitit kalum pas pandemisë, është aktivizu edhe me tepër. Këtë herë kemi pas ftesën muajin tetor, kemi pas ftesë në festivalin Suareka në Bashkan 2022, për organizatës Sytë e mi kërkojnë dritë, ku dua ta falenderoj edhe zonjën Shqipe Krezio për ftesën që na ka bo grupit. Me grupin e vallëzimit është bo edhe hapja e natës 2 të festivalit, ku kemi qenë për privilegjuar si grup, është bo natja hapja e festivalit, ku pas vallëzimit, gjatë krejt vallëzimit, ka qenë një duartokitje shumë e madhe dhe gjithë salla ishën kom për piken që e realizun. Gjithë vallëtarët që pas vallëzimit janë ndihë shumë mirë edhe shumë të emocionuar për performancën e tyre. Është vështirë me punu, sepse vallëzimi I ka disa teknika të cilat janë të vështira me u koordinu I gjithë grupi bashkë. Edhe si atë dollët me pas këtë nivel të punës? Fillim kur kemi fillu vetëm I përgatit vallëzimin, ka qenë edhe koreografi Kushtrim Saraqinin, për cilin e falenderojmë shumë, I cili ka punu intensivisht me grupin e vallëzimit, po ashtu edhe 2 edukatorët cilët krejt kohën I kanë ushtru edhe vallëtar, edhe kanë arrit me
realizu ke performancë tillë. A keni ndonjë ftesë tash nga ndonjë festival tjetër apo diku tjetër? Për momentin jo, po shpresojmë që në festivalin u shiken nga dëshira atyre që kanë qef me performu edhe në festivale tjera. Besoj që kemi me pasën të ardhmen, po ftesa edhe ma tepër mbështetje kemi që na kanë ofru veshjen, do t'i qepim veshjet për grupin. Pastaj keni ato të vazhdueshme. Po, të vazhdueshme t'i kemi. Janë edhe disa mbështetës tjerë edhe televizore tjera që na kanë thirrë ama për festivale, për performancë, ala herë për herë jo, po besoj që kemi pas shumë shpejta të organizuar edhe prej vetë nesh për ditën e personave me aftësi të kufizuar 30-orin. Ju kemi po edhe në muajin e letërsisë, edhe aty kemi po një aktivitet që janë knaqë fëmijët. Kjo do thotë që ju vazhdimisht bëni edhe aktivitete jashtë objektit, në mënyrë që ata të rjetëzojnë punën e tyre, bashkëpunimin e tyre, apo? Po, majmë aktivitete jashtë qendrës. Gjitha janë me një qëllim që t'informohen edhe ngritën kapacitetet e tyre. Kemi majtë për letërsin, kemi majtë edhe në qendër tonë për sfundmi për ceki që kanë qenë me drejtorin e qendrës për aftësime profesionale, ku i kena prezentu profilet edhe profesionet që mujnë me shku trajnu në qendrën për aftësime profesionale, edhe që e kanë drejten, se shpeshherë personat me aftësi të kufizuara apo fëmijët me aftësi të kufizuara e kanë pak çështjen e arsimit, është ma vështërsi, edhe kemi një numër është i madh që nuk janë të edukuar. Nuk janë që kanë kry shkollë, nuk janë të arsimuar, po edhe kjo shumë fusha tek ne në Kosovë, ju qetë mangësi edhe problem që mu kyç në disa aktiviteta apo në disa instituciona që të përfshihen. E shpeshherë kjo është pakës mangësi, po na lubojmë, avukojmë e gjejmë një formë edhe një mënyrë më të mirë që të përfshihen në ato aktivitete ku ata ndjehen mirë dhe ku kanë aftësi. U po edhe nga materiali si kanë dëshirë edhe të punojnë, e spjegonin me shumë dashuri kur kanë shku në komunë, kur kanë fotokopju, kur kanë punu, pastaj dikush e tha aty që angazhohet si frizere, dikush tjetër nga ana e kuzhinës, e flasin këtë vazhdimisht, këtë dëshirë? Këtë dëshirë flasin me shumë pasion, që gjithë personat cilët janë duke punuar për momentin edhe të kry trajnime, atë punë e bojnë me dëshirë shumë të madhe, edhe shumë entuziast, çdo takim që vinë, i tregojnë ato sa kanë arrit, sa kanë punu, i motivojnë edhe personat tjerë dhe fëmijët tjerë bashkë të grupit, për të arrijnë edhe ata të kryjnë edhe ata një punë tillë. Ju sa mendoni që antarët të cilët janë aktualisht marrin shërbime baza mujore në Hendikos, janë të gatshëm me ju qasë ndonjë pune, cila do qoftë ajo, pavarësisht këtij problemit që e përmendi Brilanda, që sa i përket involimit procesin edukativ është i mangët, sa kanë ata mundësi me u qasë diku tjetër, që me ju edhe është shumë e rëndësishme sa ju jepet hapësirë nga ana institucioneve. Ta plotësoni njëra tjetrën cila doni. Lidhë sfundmi, ka që 3 muaj qeveria ka hapë subvencionimin për aftësimin e personave me aftësi të kufizuara edhe punësimin. Po, edhe vitin, kuadër të vitit, edhe na kina apliku si organizat, se ka qenë e drejta veç e organizatave me apliku me projekte dhe me plan punës, ku janë prej 43 personave që i kina prezentu,
që kanë më përfshije në projekt, vetëm 13 na kanë miratu e këta grupi që ishin sot janë disa nga ta që janë përfshirë në këtë projekt edhe janë duke punu. Po, shumica tëre janë që nuk e kanë kry shkollën e mesme, se sidomos vetëm shumica të mive kanë kry shkollën prej parës deri në 9-ën, apo deri në 8-ën që ka qenë për para, edhe shkollën e mesme nuk kanë vazhdu se nuk ju ka jap hapsina dhe mundësia. Është shumica e trive që janë të punësun, që janë me shkollë vetëm fillore edhe ku i kanë pranu. Po kjo është direkt me bizneset, afsohen në bizneset caktume në profilet ku ata kanë dëshiru, apo i kanë po vetën që kanë aftësi për me punu. Edhe sa këto biznese kur i aftësojnë, u a japin hapësirën të paktën me i kompenzu në mënyrë që këta me undi ma mirë me veten, se i pashë edhe nga bashkëbisedimi tyre kanë dëshirë me punu, me fitu, me undi mirë. Sa është këtu një mund të themi një bashkëpunimi mirëfillt? Po shpresojmë që në të ardhmen edhe pas përfundimit të trajnimi, që bizneset edhe do të vazhdojnë të ndalin, duke po edhe kontributin e gjithë personave cilët janë të involvuar direkt në këto trajnime, kontributin që kanë dhënë për gjatë këtyne kanë fillu për mujtë shtator dhe që do të përfundon në shkollë, do të shpresojmë që do të ndalin edhe me tutje. Nuk është vetëm të kjo, të ky projekt, na me vite tona punojmë në lidhje me ngritjen e aftësive tona edhe punësimin e personave me aftësi të kufizuna. Ka një zhvillim normal, gjdo biznes, e kanë atë frigën që a mujmë ju plëtsu ma sporti kushtet edhe kanë me qenë drejtën dhe të tërna. Dhe ka pas hezitim të shumë biznese për marrjen e tërna në punë. Po me aftësimin e tëne që e kanë kry, për shembull 1 muj, 2 muj, 3 muj, e kanë po edhe vetë që janë ma produktiv, janë shumë përgjegjësa, edhe i japin maksimumin prej vetës për mi ofru shërbim njerëzve, apo mi jap maksimumin e japin për punën që e realizojnë. Edhe kemi pas raste që edhe kanë vazhdu edhe i kanë majtë si të punësun. Kur dilni edhe jashtë qytetit, me programe, me projekte të caktume, a rini që ata të njoftohen edhe me personat e shtëpive tjera ose shoqatave tjera, sepse Hendikosi ka një shtrirje në gjithë Kosovën, dhe gradualisht të miqësohen, të rjetëzohen edhe me personat të tjerë të qyteteve të ndryshme. Po, kemi aktivitete që i realizojmë bashkarisht me komuna tjera. Rjetëzimi që pëtu është shumë i madhë, po deri në vitin 2016 programet i kina pas të përbashkëta në gjithë Kosovën. Edhe ka qenë si vetëm një Hendikos dhe i ka pas degët që potencove ma heret. Prej viti 2016 jemi të pamvaru në gjithë komunat. Ekziston vetëm Hendikos Kosova, ku ata veç kanë programe të avukimit, lobimit për ligjet për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar. Këtë punët prej viti 2016 kina pas bashkëpunime edhe aktiviteta apo projekte të përbashkëta, po jo në atë nivelin që kemi qenë bashkarisht. Po kemi komunikimet të përbashkëta. Cilën punë, cilin aktivitete bëjnë më shumë dashuri? Gjitha aktivitetet janë pjesë mars, gjitha aktivitetet ju pëlqenjë, sidomos të krijimi produkteve, lampave, qelsave, mbajtëseve të salvetave. Fakti se ato përkthehen në mjete financiare, që ja dinë rëndësinë dhe vlerën të
jetuarit përbashkët me mjeta, apo pse? Është ajo tjetra që ndjehen mirë që janë ka kryojnë diçka. Se i prezentojnë qësh brilon, qësh a kina bu, hajde të ngrinë gjak, hajde shiko që a për të pëlqen qërë unë e kumë bu. E njën mirë me ato që janë ka kryojnë, ata edhe që ka me hi diçka në punë. Po përveç kësaj janë edhe aktivitetet që janë shumë të lirë, fillojnë valzojnë, shpesher jo lujin me aktivitetet tjera, shpesher lypin thonë jo pëdali me në barë që ato hadë pipim kafen, edhe të ashti prezentojnë gjatë ditës, shka kanë bu, ditën e kalume, jo kesh këtu, jo bona këtu, ka edhe rjetës sociale që i përcelin, në gjarje të diskutojnë në mëzveti, po më nëjë që kjo është socializimi për atë arsye dhe këto aktivitete i kanë ma të dashura. Ata me zisprisnin tua mësoni dhe ndonjë valë tjetër, edhe e posh nga bashkëbisedimi me ta sa që ndrova aty që duan aktivitetet që i bojnë ata me undi mirë. A ke planifiku diçka të ngjajshme? Që me fërsku? Është planifiku që shumë shpeta kanë me fillu me mësu edhe një valë të rej, ku do të përgatitëm edhe për 3 vjetorin, që është dita ndërkombëtare personave me aftësitë kufizore, e përshpresojmë shumë shpeta edhe me një valë të rej. Edhe posh që donin vetëm muzikën shqipe, a e shprehin këtë apo vetëm e thanë me mu? Gjatë çdo aktiviteti që e kanë, muzikën popullore kanë shumë përqef, edhe kanë të preferune, ku për pas valës që e kanë realizu sot, vazhdimisht gjatë çdo aktiviteti edhe valzojnë. Valzojnë, motivojnë ma tepër për aktivitet. Po në shtëpitë tyne, shka keni kuptu për i prindërve? A kanë dëshirë me ardhë çdo herë, a ndonë ndonjëherë që nuk duan me ardhë, sepse dita ditës ndryshon me disponirë. Çfarë thonë prindërit? Po, dëshira është, po normale, ka edhe ditë që nuk vijnë në aktivitete, që për shembull nuk ndjehen mirë, po nuk është për një ajo problem, se mirë presim se është normale ajo. Po, të ardhja në aktivitete, ka prind, edhe vetë personi që thotë, se shumica nashta nuk i din ditë e javës për honja martja, po ditën që kanë me ardhen hëndikos, zgjohen thojnë prind herët shumë përgatiten edhe në stop rinë gati të thonë a më bora me shku në shkollë, se shumica thojnë shkollë, shumica thojnë edhe qendër, me shku në hëndikos, edhe kjo është edhe për ne shumë e mirë, se për nihen mirë edhe kanë atë motivin për marë. Kështu që neve na motivon edhe ma tepër me punu, se përmenojmë kja na tregon që na jemi të i arrit ato qëllime që i kemi për ta. Edhe sjellja në qendër, edhe pastaj marrja nga ana prindit, është një farloj kosto, krejt, po më intereson me ditë, a keni më shumë antar nga zona urbane, apo nga zona rurale, apo është e përfshirë? Gjithmonë flasë për shkak të kohës edhe dinamikës që e kanë sot prindërit përgjithsisht. Po, shumë e kemi problem, çështjen e transportit, deri vonë jemi mundu që me 3 ato mjete edhe ato mjetet personale të stafit për mi pasën funksion, po është pa mundur se terreni është i hapë, ku kemi shumë të numrin, më i me thonë që është prej zonave rurale ma tepër se sot qytetit i kemi, edhe ishe pa mundur që mi u plotësu nevojat gjithve. Kështu që tashti kemi disa kriteri, kemi vanu, që ato raste që janë me vështërsi ekonomike ma të rëndë, edhe rastet që janë ma të rënda, që kanë nevoj për transport, ata shkojmë i marrim, dhe i marrin shërbimin edhe i kthejmë prapa, po gjithmonë me bashkëpunimin edhe miratimin e prindve apo edhe të familjes që koordinohen.
e kemi një bashkëpunim shumë të mirë me prindë dhe familjarët, po dhe me personat vetë, personat me aftësi të kufizuar, po kryesisht për foli këto moshat 0 deri në 18, ku e diskutojmë çdo çështje që na shqetëson edhe neve, si organizatë, si staf, i diskutojmë në mes veti edhe mundohem me gjetë zgjidhje për atë problem apo atë nevojë. Po për shërbimet në shtëpi që i ofroni, për çfarë shërbime bëhet fjalë? Zakonisht shërbimet e shtëpi që janë duke ofruar janë shërbimet e infermieris, shërbimet e psikologës, fizioergoterapeutës, mbështetje sociale ofrohet në shtëpi, po ashtu është edhe evidentimi i personave me aftësi kufizune, rasteve të reja, cilat evidentohen nga asistenti i terrenit në komunitet, po ashtu edhe pajisjen me mjete ortopedike ndihmëse direkt në familje, cilët bëjnë kërkesë kanë nevojë, asistenti i terrenit vetëm e verifikon rastin e regjistron, ato procedurat e regjistrimit, edhe pajisë edhe me mjetë ortopedik ndihmës. Njëherët referohen edhe rastet edhe për paraqitjen në skemë të aftësisë kufizune, sidomos për pensionin para dhe tetraplegjik, edhe për skemat sociale, ku kemi sidomos kohëve të fundit, mujve të fundit, shumë raste që në evidentuar në terren, cilët nuk kanë qenë të njoftuar fare që u takon ligji për pensionin para dhe tetraplegjik. I kemi referu në social, kanë përgatit gjithë dokumentacionin, edhe ku janë nështruar dhe vlerësimit prej komisionit nga ana ministrisë, po ashtu janë referu raste kemi evidentuar dhe fëmijë, cilët nuk kanë pas një uri, që mujnë me gëzu skemen aftësisë kufizune, janë referu në qendër për punë sociale, edhe janë referu për regjistrim në shkollë. Kjo do thotë domethënë që puna juaj në terren është domosdoshme, sepse vazhdimisht mund të hasni në këto lloj situatash që në mungesë të informacionit fëmiu mund të apësoj mungesën e shërbimit. Domethënë terreni është pjesë e punës suaj. Është shërbimi i parë tek ne që është kjo shërbimi i terrenit, ku dalim i identifikojmë, i regjistrojmë personat me aftësi të kufizuar. Është aktiviteti i parë që sepse dikush mund të vijë vetë dhe e din, ka njohuri paraprake ose eksperiencë të ndonjë prej familjarëve ti edhe ka shumë atë lehtë qasjen. Dikush tjetër mund të mos e ketë informacionin. Shumica nuk i kanë këto informata. Kjo është ekipi që thash menaxhimi i rastit, momentin që paraqitet një rast, na mlidhem, i marrim informatat që i kina marrë paraprakisht kur e kanë referu personin ose e kemi identifikuna, atëherë ulem si ekip multidisciplinare dhe i caktojmë aktivitetet edhe i mbështesim. Përveç informimit, ne i mbështesim edhe në procedura juridike, për shembull ju përpilojmë kërkesat, bisedojmë me drejtorat apo me punëtorët e qendrës për punë sociale nëse është nevoja, po ashtu me mesimdhënës, me drejtorinë e arsimit, varësisht prej nevojave që ka ai person. Po, Lirian, për fund doja të merrja dhe ju një eksperiencë tuaj personale me ndonjërin prej anëtarëve aty, të cilin ti e konsideron se unë besoj në ata dhe e di që secili prej jush aty përpiqeni ta jepni maksimumin për detyrën edhe që jeni të thirrur. Megjithatë, është diçka që ju bën, ju lidh juve më shumë me ndonjërin prej anëtarëve. Eksperiencat janë shumëta. Si eksperienca ndoshta më të mira është dalja e fëmijëve, sidomos e fëmijëve, po gjithë personat me aftësi të kufizune nga shtëpia, që vijnë te në qendër, që marrin shërbime të shumta, po edhe është regjistrimi i fëmijëve me aftësi të kufizune në shkollë, klasa të rregullta, ku është një numër shumë i madh i fëmijëve të cilët edhe na i kemi të regjistruar në hendikos, po edhe jo të regjistruar që janë duke viju mësimin në rregull para fillore dhe fillore. Domethënë aty u gëzoni më shumë ti që ja keni arrit që një fëmijë me qeni barabartë me bashkëmoshatarët e vet. Bashkëmoshatarët e vet. Gjithashtu edhe te integrimi i personave ku secilën ditë është në përparje me sipër, integrimi i personave me aftësi të kufizune në gjitha mjediset, në gjitha fushat. A ka pas ndonjë moment kur je ndi borxh ndaj vetvetes, mos rastësisht mu i dhnu për ndonjë arsye, me ja spjegu, me pas pak?
Po ka dhe momente, sidomos ballafaqimi por me rastin kur vjet që s'ka njëri që nuk desa ta pranon llojin e shërbimit, ta pranon aftësinë e kufizune, desa të integrohet në rrjedha, pastaj desa të futet në shkollë. Është pak ndjesi e vështirë edhe për ju atë. Se ndonjëri e pranon shumë shpejt, ndonjëri s'ju don juve, do tjetrin, e zgjedh vet, pa dashje, por ashtu e bën zgjedhjen. Është një ndjesi, po më mos që zbashku mi te i kalu, dhe sidomos të bashkëpunimi me familjarët, me prindin, e kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë, bashkëpunim shumë kyç, i cili tregon rezultate dhe në arritje të qëllimit edhe gjitha objektivave që planifikohen për rritjen edhe zhvillimin e personit me aftësi, e fëmisë edhe gjithë personave me aftësi kufizune. Briljante dhe për juve diçka për fund, duke qenë edhe në Komitetin për personat me aftësi të kufizuar brenda komunës së Gjakovës, aty punohet vazhdueshëm, merren vendime të ndryshme për të gjithë personat me aftësi të kufizuara. Sa mendon që ato vendime aty që merren në tavolinë pune janë të përshtatshme për zbatueshmëri të plot 100% të atij vendimi? Po, Elit, komiteti është formu prej vitit të kaluar. Nuk kemi aktivitete apo takimet shumëta që kemi majtë, po ka qenë shumë e nevojshme. Pse është e nevojshme se ne si organizata funksionojmë, punojmë, po ky komitet është produkti komunës. Edhe çështjet që i diskutojmë apo çështjet që janë të nevojshme për personat me aftësi të kufizune janë të prekne në derën e parë. Kështu që po ka pas rezultate në ato takime që kemi pas, ato kërkesa që i kena drejtu, edhe përmendoj që ka një përmirësim shumë më të mirë në çështjen e aftësisë kufizuar në komunën tonë. Qoftë ato në arsim, qoftë ato në punësim, qoftë ato në hapësirat publike, në qasje, në komunikim edhe qasje në lëvizshmëri. Ku është një qashtja e qasjes në hapësirat publike dhe institucione, është problemi i kamatshëm, po është edhe një qashtje primare për personat me aftësi të kufizune. Se kur nuk e kanë qasjen, nuk mujnë me lëviz me shku me marrë një shërbim. Për shembull, një fëmijë në shkollë që është me karrocë, nuk mundet me shku me marrë një ori apo me marrë arsimim, ku nuk e ka lëvizje, nuk e ka... Qëllimi është sa bëheni ju të zëshëm aty, sepse këto tema kaq të ndihshme, të cilat ndoshta elementaren e penalizon kur s'ka qasje në brenda institucioneve, është diçka elementare sepse drejta për të jetuar është të gjithëve. Sa ju bëni të zëshëm që të punohen dhe të mos merren vetëm vendime në letër, por thjesht që të shohim diçka, ne është bën këtë pjesë, domethënë ky institucion e bëri sepse edhe me ligj e kanë të detyruar secili institucion ta realizojë këtë. Gjitha çështjet jemi të zëshëm edhe janë ato zëra tonë janë duke realizu. Është ajo mrekullia nuk bëhet, se janë çështje që zgjat me vite, po me ato mundësitë tëna komuna edhe drejtoritë përkatëse janë duke i realizuar. Diçka për fund, Ilirian, çfarë do t'u themi gjithë atyre antarëve të cilët besojnë në shërbimet e juaja? Atyre gjithë antarët të cilët besojnë në shërbimet tona, që na do të mundohemi me të gjitha shërbimet edhe aktivitetet që ofrojmë, që ta kenë një jetë të pavarësuar për një jetë sa të pavarur dhe dinjitetshme. Faleminderit. Brillant. Si duke qenë si drejtoresht ekzekutive, ju bie barra shumë përgjithësive, aktiviteteve, angazhimeve. Po mendoj që ardhmja do të jetë më e mirë për personat me aftësi të kufizune, po kam një thirrje që t'i mbështesim personat me aftësi të kufizune,
qoftë institucionet, qoftë komuniteti, qoftë mediat, po edhe organizatat jo qeveritare. Të menojmë për personat me aftësitë kufizune se e kanë një nevojë, apo e kanë një aftësi të kufizune që kanë nevoja, edhe të krijojnë apo të mendojnë që dajnë fonde për çështjet e tyre, sidomos për shërbime. Faleminderit shumë që gjetët kohë t'jeni pjesë e emisionit tonë, me dëshirën që t'jeni zë i fuqishëm i shumë projekteve tjera për gjithë anëtarët e besueshëm brenda Hendikos Gjakovës. Faleminderit Eldita edhe për ftesën tënde, po edhe për mbështetjen që kemi gjatë gjithë kohës. Unë gjithmonë them që të Vësyrin e kemi avokusin e dytë pas nesh për personat me aftësi të kufizune. Faleminderit për gjithë këtë mbështetje që ju jeni. Studio tona, gazetarët tanë në teren janë të hapur për të promovuar secilën punë tuaj nga aty mbrenda, sepse vërtet është që është një entuziazëm i pashoq brenda edhe stafit, por gjithsesi edhe anëtarëve. Faleminderit. Kështu kemi arritur në fund të programit për ditën e sotme. I falenderoj bashkëbisedueset, të cilat ofruan shumë informacione me punën që bëhet në Hendikos Gjakova. Ndërkohë që nga kjo studio edhe një herë e ri përsëris t'i përkrahim të gjithë anëtarët e kësaj shoqate me qëllimin dhe idenë më të mirë se të gjithëve na takon gjithë përfshirja dhe të ndihemi të barabartë në secilin sekond të jetës sonë. Mirëmbëjtje.